Kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gostivarit Visar Ademi së bashku me ekipin e tij ka prezantuar 5 shtyllat kryesore të programit të tij zgjedhor. Gjatë prezantimit u theksua se synimi i tyre nuk është të premtojnë mrekulli, por të ofrojnë zgjidhje konkrete për çështjet më urgjente që preokupojnë qytetarët e Gostivarit, nga pastërtia e qytetit deri te zhvillimi ekonomik dhe fuqizimi i qytetarit. Sipas përfaqësuesit të ekipit zgjedhor, Lirim Lutfiu, prioriteti i parë është pastrimi i administratës nga korrupsioni dhe ndikimi partijak. Administrata komunale do të jetë në funksion të qytetarit dhe jo në shërbim të interesave të grupeve të caktuara politike, tha ai. Do të kryhet një vlerësim i plot i të gjithë ndërmarrjeve publike dhe pozicioneve komunale. Drejtorët partijak do të zaventësohen me profesionistë nëpërmjet mekanizmit të seleksionimit transparent, ndërsa nënpunësit e ndershëm do të qëndrojnë në detyrë. Punësimi do të varet vetëm nga profesionalizmi, performanca dhe kualifikimi i tyre, jo nga përkatësia partijake. Do të digitalizohen të gjitha proceset e punës që transparenca dhe llogaridhënia ndaj qytetarit të jenë në nivelin më të lartë. Korrupsioni dhe nepotizmi nuk do të tolerohen më asnjë nivel të administratës. Premtimi i dytë lidhet me përmirësimin urgjent të higjienës në qytet. Brenda 7 ditësh Gostivari do të pastrohet nga mbeturinat, ndërsa brenda 7 javësh do të eliminojmë çdo deponi të egër. Për shkelësi do të vendosen sanksione të rrepta, deklaroi Lutfiu. Do të investohet në kontenjer nën-toksor, mjete moderne, sistem bikqyrje me kamera dhe menaxhim profesional të mbeturinave. Në ndërkohë që ndotësit do të gjobiten pa përjashtim. Nuk do të tolerojmë shkelësit të na përcaktojnë trashëgimin tonë. Përmes premtimit të tretë, ekipi i Ademit angazhohet për pastrimin e qytetit nga qendra e Ndacak, duke cilësuar si një hap thelbësor për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve. Do të merren masa si vendosja e kontenjerëve të mbyllur, rrethoja me ultratinguj në zonat e banuara, programe masive sterilizimi për të kontrolluar popullatën e qenve e Ndacak, reaktivizimi i qendrës për trajtimin e qenve. Shtylla e 4 fokusohet në zhvillimin ekonomik. Gostivari ka potencial të jashtëzakonshëm, por është lënë në ares. E ardhmja e qytetit qëndron te të rinjt, ndërmarrjet lokale, konkurrueshmëria dhe potenciali i diasporës, theksoi Lutfiu. Plani parashikon që Gostivari të bëhet qendra e bizneseve të reja dhe inovacioni në Ballkan. Krijimi i brendeve lokale përmes mbështetjes profesionale, infrastrukturës moderne dhe investimeve të qëndrueshme nga diaspora dhe granteve në partneritet ndërkombëtar. Premtimi i 5 përfshin përfshirjen e aktive të qytetarëve në proceset vendimmarrëse, transparencë dhe llogaridhënie në çdo hap të qeverisjes lokale. Visar Ademi do të angazhohet në çdo vit të jap qytetarëve mundësinë të vlerësojnë punën e tij përmes një procesi të hapur dhe transparent. Nëse qytetarët e miratojnë punën e tij, ai do të vazhdojë me besimin e tyre, nëse jo, do të dhuroj pagën e tij për familjet e të nevojave. Koha për ndryshim ka ardhur. Gostivari mund dhe do të ecë përpara. Në fund të prezantimit, Visar Ademi u shpreh i bindur se me ekipin që ka zgjedhur, të gjitha këto premtime janë të realizueshme.